dhe mineralet kritike. Por një tjetër mesazh i fortë i presidentit turk erdhi në lidhje me dy konfliktet më të mëdha që përballon aktualisht bota, lufta në Ukrainë dhe konflikti në Gaza. Jemi në një moment kritik ku armët duhet të heshtin dhe paqja të vendoset në Ukrainë, deklaroi Erdogan, duke kërkuar zgjidhje urgjente diplomatike. Në të njëjtën frymë, ai bëri thirrje liderëve europian që të veprojnë për ndalimin e gjakderdhjes në Gaza, duke kritikuar ashpër qëndrimin e qeverisë izraelite. Duhet i themi ndal kësaj, ti themi mjaft kësaj. Qëndrimi i Netanyahut rrezikon jo vetëm Gazën, por të gjithë rajonin ton. Ne presim që Europa të shfaqë interesin dhe aspiratën e duhur për vendosjen e armëpushimit në Gaza. Fjalimi i presidentit turk nga Tirana u konsiderua si një ndër më të drejtpërdrejtët dhe të fuqishmit në samit, duke vendosur theksin mbi bashkimin përballë krizave globale dhe nevojën për një Evropë më gjithëpërfshirëse dhe të ndërgjegjshme politikisht.